dhe vendit të tij për antarësim në BE. Sigurisht kemi patur diskutime të vështira me disa partnerë të ai, ndërsa insistoi se askush nuk I pengojnë prokurorët antikorrupsion të bëjnë punën e tyre. Pra, të gjithë treguesit nga një anë dëshmojnë që çështja Balluku është aty dhe është pengesë reale. Zoti Hoxha thotë që është tejkaluar, por duke I lënë, si thua, në duart e drejtësisë për të vepruar dhe ndoshta asaj, duke lënë kuptohet që ndoshta I takon asaj të dëshmojë se sa I gatshme është të vijojë me integrimin e Shqipërisë. Ju si e keni lexuar? Kjo është një intervistë shumë e rëndësishme e Hoxhës dhe që shkon drejt asaj që unë e them prej kohësh, dhe bashkë I patur vite, që Hoxha është një ministër teknik. Është diplomat dhe duhet kuptuar mikë në intervistë dhe na shërben gjithëve. Rama, siç dihet, hyri në zgjedhjen 2025 pa asnjë program. Po. Vetëm një pikë. Integrimi. Po. Në 12 mars, Rama e pa që shkel në Kallo në vendin që mund të konsiderohet si luani I BE-s, që është Gjermania. Sepse pas të televiz, Gjermania është vendi I parë, nëse I kuptohet, që reagoi në mënyrë shumë agresive me ata mbasues të saj, në momentin kur parlamenti I Shqipërisë hodhi poshtë Hosni Balluku. Po. Nga I moment e sipër Rama integroi në qeveri zotin Hoxha. Është sikur të bësh një bankier, një bankë qendrore, ta bësh ministër, jo për të bërë politik, por të bësh një zgjidhje si mund të gjej një rrugë dalje. Që të shkoj, që I them njerëzve që unë kam ecur me integrimin. Për këtu u emërua Hoxha. Hoxha nuk është politik. Është eksakt si një ministër, si një bankë qendrore, siç e bën Trumpi me bankën qendrore, kam inflacion, do më gjesh zgjidhjen, edhe po që nuk e zgjidhje shumë akademike. Edhe këtë në një mënyrë e shpjegon Hoxha në këtë intervistë. Atëherë, kështë shmangë, se nuk shpjegon gjë. Nëse e pra e shmangë. Balluku thotë që eta që të më pa kohë. Patjetër. Duke Balluku thotë që e thotë një intervistë që një dosje shumë e vështirë. Pra dhe një herë, në mënyrë diplomatike, I jep atë që Gjermania u shokua. Por është e kaluar, ç'kuptimi është e kaluar? Është kuptimi që do të jetë mbrapsht nuk kthehesh dot në të dorën e drejtësisë. Mund të shkoj tani Rama të drejtësisë hap të jap. Në këtë mënyrë ai shumë diplomatik në terma. I takon Shpakut tashmë të çojë një kërkesë patjetër absolutisht nga Spaku presin gjithë tani. Këtë sot. Po në momentin që shkon në parlament dhe Rama mund ta refuzojë, nuk e di se çfarë do thotë më pas Hoxha, po kjo nuk po komentojmë Hoxhën, po komentojmë çështjen Balluku. Po. E drejt. Jo, unë s'komentoj Ballukun, unë komentoj edhe një integrimin. Tani Hoxha shef integrimi, nëse është thonë se një bankier më gjet zgjidhjen. Po. Ky që e njeh shumë se si funksionon. BE e thotë në intervistë, thotë që problemi është se një fazë me integrimin që askush nuk e di. Ajo që është sikur në këtë moment, në gjithë europianët, është që ka vdekur procesi I integrimit të shpejtë dhe pastaj reformimit. Is dead. Më pak e mendosh, Ke malin e zi që të heq çdo lloj alibie, Genci. Mali I zi ta heq çdo gjë, aty është ngritur komisioni ad hoc për traktatin e antarësimit. Domethënë, jo, s'më kuptove çfarë thash. As unë as Hoxha dhe më keq. Edhe një herë. Jo, Hoxha s'merr për si për ta komentoj, nuk është emision për Ferit Hoxhën, kë vjen keq se ke kish kuptuar. Jo, unë po komentoj. Kjo është për integrimin e Shqipërisë. Nuk më duhet fare. Unë po më pyesën nga të ardhmë dhe më shumë intereson shumë ajo që lexova. Mua më intereson, jo, edhe një herë, pra, është apo nuk është çështja Balluku, pra zoti Hoxha thotë që nuk është më pengesë. Unë këtë po përpiqem të kuptoj, pra ne jemi qytetarë shqiptar. Të lutem, Fadila, të lutem. Se jam në një vend të E shoh, pa merak. Jam duke ecur. E mirë se debati mirë na bën, debati mirë na bën. Më shumë përpiqet mos bëj gafa për zonjën Balluku sesa për zonjën Meloni. Më të rëndë se Balluku, sepse sot europianët janë ndarë në dy. Europianët sot kanë një që kanë sigurt që nuk do pranojmë të fusim të vende në euro pa bërë reforma. Pra nuk do të bëjmë si thua të paditurin, përsa I përket
kriterieve të Kopenhagut. Thot edhe problemi është thot ka një shpresë. Tani se ky thot Ramos, e më që komentoj thot Ramos, kemi dy shpresa që t'ia hedhim edhe duke mos u reformuar. Shpresa e parë është që Ukraina të integrohet sipas planit amerikan, domethënë amerikanët i thonë europianëve, bindeni juve Ukrainën që të pranoj dealin me mua dhe me Rusinë. Nëse ky deal nuk është interesant nga ana territoriale për Ukrainën, bindeni që po ta pranoj, të futet Ukraina në Evropë edhe për reformuar. Do thot Ferit Hoxha. Po mirë më, Genci, pse nuk e ka Malizi këtë problem? O Genci, dhe një herë, se nuk më duhet... O Genci, Ferit Hoxha thot shumë gjëra të cilat ja përgënjeshtron dhe kryeministri pas 5 minutash. Kështu që nuk mund të merrem dot çfarë thot Ferit Hoxha. Mua më intereson fakti. Pra, në rast se Ukraina vle ka për Shqipërinë, pse nuk vlen për Malin e Zi? Ore, mua më intereson të integrohet Shqipëria. Sepse Malizi ka avancuar, ndryshe nga Shqipëria, Malizi ka avancuar. Tani, një fare që në 12 mars, Rama i thot Hoxhës, hajde më zgjidh nga halli. Ti po më shpjegon tani se si Feriti po na shpëton. Okej, mirë, në rregull. Zoti jepi shëndet Feritit që Po pyete, këtë po them, akrobacia të hyri Ukraina. Okej, e kuptova. Hyri Ukraina pa reforma që më neve. Dhe rrita cila është e famshmja integrim integral. Do të thënë, çai thot Feribi europianëve, i thot Ramos, i thot shikoni, integrimi të gjithë thonë për një integrim me faza, por askush nuk di çfarë të fusin brenda. Atëherë ky i propozon në emër të Ramos, europianë, lexoj këtë intervistë, i thot, po pse mos bëjmë atë në terasë? Për çdo kapitull që hapet, u mbyt kapitulli i energjetikës, të marrin pjesë neve, të komisioni energjetikës si observator. Po, e vërtet është, pra me hapa graduale. Me hapa graduale, thot ai, pra me një... Do me thënë... Për çdo proces ka një hap. Këse po them. Rezumeja çfarë është? Rezumeja është që sot Shqipëria nuk i plotson kushtet politike, pikërisht për shkak të dosjes së Talluku, që gjermanët nuk ja falin. Po. Nuk ja falin. Dhe prandaj është marrë ky Mozart i diplomacisë, i tillë është, kam shumë respekt për Hoxhën nga ana teknike. Po. Edhe këtë shpjegon Hoxha me një sinqeritet të jashtëzakonshëm në intervistë. Thotë që pak a shumë këto dy rrugë jep Ramës ai, o të shkojmë të i bindim të na fusin në mënyrë graduale edhe pa drejtë vote. Po. O të presim që inshallah Ukraina pranon dealin me rusët dhe me amerikanët, ta japin Evropën si bombone dhe ne përfitojmë poshtë. Po, shumë bukur. Pra kjo është ideja. Pra pranohet që është e përgjithshme, pra Ilda, pranohet që është e përgjithshme. Genci thotë që Ferit Hoxha ka ardhur me këtë teori. Pra çfarë mund të shpëtohet, ka rënë flaka, por çfarë mund të shpëtohet? Dhe Genci thotë që ekzistojnë paktën kjo alternativë për rasti Ukrainës të përfitojnë përsëri nga një moment gjeopolitik aty që është.